fotografët e Beratit, që ka lënë gjumë të thella në historinë e qytetit në shekullin e kaluar, është dhe Ilia Gjimitiku. Madje, ai për kohëzgjatjen e veprimtarisë së tij fotografike, nivelin dhe fushat ku e ka ushtruar atë, zë pamdyshje vendin e parë midis tyre. Përmendim se para tij aty kishin fotografuar Koçi Kusta dhe Naum Vruho, të cilët i kanë shërbyer gjatë komunitetit, por në të njëjtën kohë kanë kapur edhe pamje të zgjedhura të qytetit. Më pas, këto foto janë shtypur në kartolina, bardhezi, jashtë vendit, dhe sot mund të gjenden në shtëpi të ndryshme shqiptare, jo vetëm beratse. Berati, qyteti 2400 vjeçar, për pamje tërheqëse, më herët ishte vizituar edhe nga piktorë të huaj të shekullit 19, si anglezët Edward Lear dhe Charles Cockerell, të cilët kishin realizuar atje piktura me pamje të ndryshme të tij. Pra, qyteti me vendodhjen dhe mënyrën e veçantë të ngritjes së banesave, si dhe lidhja e tyre me relievin, paraqiste interes të përhershëm për artistët. Duket i drejt mendimi se vështirë ndonjë ndërthurje tjetër e ndërtimit të qytetit do t'i jepte Beratit hijeshin e sotme. Ilia Gjimitiku, ose Lilo Gjimitiku, siç e thëriste gjithë qyteti për vite e vite me radhë, është lindur në lagjen karakteristike Goricë të Beratit në 20 korrik 1907. Familja e tij aso kohë merrej me tregët e tij, një dhuratë e veçantë vëllait të madh, Milto, aparati fotografik Kodak 69, shkaktoi prekjen e parë të një botë që do ta mbante në botën e fotografisë, një botë që do ta mbante gjithë jetën të lidhur me të, do t'i siguronte jetesën, por do të ishte edhe burim kënaqësisht të pamata shpirtërore. Filloi të mësoj fotografimin tek Palok Gurashi, më pas, shërbimi ushtarak në Shkodër i dhuron rastin të njihet me Marubët, Kel dhe Geg, dhe me fotograf të tjerë shkodran. Më 1929, Ilia Gjimitiku licencohet nga Oda e Tregtisë së Beratit për të ushtruar publikisht mjeshtërinë e fotografit, Gazeta Milosau, ura e Goricës në Berat, se duhet restauruar nga Genci Samimi dhe Dritan Çoku, 18 dhjetor 2010. Një udhëtim më 1936 në Itali, i mundësoi njohje me qytetërimin dhe kulturën italiane, por edhe pajisje me aparate dhe materiale për fotogratim të prodhuar atje së fundmi. Me kthimin në vendlindje, puna e tij u përmirësua, ndaj dhe u shtua. Flasim kryesisht për portrete për qytetarët, punë me të cilën mbante familjen, por dhe që e kryente me përkujdesje e aftësi. Nuk harroi të shoqëronte çdo foto me njërin nga dy vulat. Atë të thatë, foto Gjimitiku, Berat, Albania, që e vendoste në pjesën e përparme, poshtë në të djathe të fotos, ndërsa të njomën, Ilia Gjimitiku, fotograf Berat në anën e prapme. Veprimtaria rutinë në dyqan, me portrete të porositura, nuk e pengoi atë që të realizoje edhe jashtë në raste festash familjare, fetare, shoqërore, foto të pakërkuara dokumentare të ngjarjeve të Beratit, që më vonë do të bënin histori. Ai tregoi vëmendje, sidomos për të paraqitur në fotografitë e tij veshjet tradicionale të krahinës. Gjithashtu të shumta janë fotot e Gjimitikut që paraqesin vërshimet karakteristike të her pas hershme të lumit, osum, dhe përmbytjet që pasonin në rrugët e qytetit. Nga ato, kuptohet dhe edhe një farë pafuqishmërie e banorëve përballë forcave të verbra të natyrës. Ndërkohë, ai është për herë në gjatë të rejave në qytet, si vizita personaliteteve, përvjetore, ndërtime dhe rindërtime urbane, gjithçka ndryshe nga e përditshmja e një qyteti tradicional, pa industrie jetë të zhurmëshme, por me banor bujar e me harmoni karakteristike. Theksohet ky fakt sepse në Berat kishte 10 kisha ortodokse dhe po aq xhami muslimane, ku besimtarët ushtronin fetë e tyre, duke respektuar në të njëjtën kohë dhe ato të tjerëve. Në frymën e kësaj bashkëjetese të qetë, mendojmë se është edhe një peizazh nga qyteti, fotografuar nga pjesa e sipërme e lagjes Goricë. Shikimi i shpejt të kujton pikturat e lirë. Fotoja nuk ka kontraste tonale dhe është mbajtur në gamë, duke përdorur një term nga piktura. Madje, mungesa e kontrasteve e largon disi këtë shkrepje nga statusi i kartolinës. Fotoja të zhyt në atmosferën e kohës të një qyteti pa ngjarje kreshta dhe ka një romantizëm të ngrohtë. Në foto të tjera, ai ka përdorur me shije kontrastet tonale. Kjo vërehet sidomos në disa shkrepje fotografike të rrugicave të ngushta të lagjeve karakteristike, Mangalem dhe Goricë.
Ato marrin ndriçim të tërthort nga drita diellore, që bie mbi muret e bardhë të shtëpive. Ndër fotot dokumentare të Xhimitikut, mund të përmendim ngritja e bustit të Bab Dudës, 1937, rikonstruksioni i urës së Goricës, 1938, formimi i qeverisë demokratike, tetor 1944, vizita e Rushovit, 1959, Gazeta Shekulli, Lilo Xhimitiku, një fotograf për Beratin e viteve 30, nga Sulo Gozhina, 2 korrik, 2007. Një foto tjetër e Xhimitikut dokumentare dhe historike, paraqet një grup të burgosurish politik në Berat më 1945, 2 prej të cilëve, Namik Meshemeja dhe Resul Dollani Toxhari, djem të rinj, rreth 20-22 vjeç, u ekzekutuan pas pak kohe, ngjarje që tronditi një pjesë të madhe të banorëve të qytetit. Gjithsesi, duke vështruar ato foto që kanë mbjetuar në duart e dashamirësve të fotografisë, mund të thuhet se ai zotëronte me lehtësi element të gjuhës së fotografisë, si kuadrimi, drithia, këndshikimi dhe kontraste. Në peizazhet vërehet se ai zgjedh me shije pikën ku vendos aparatin, që pamja, kësodore, të shfaq të veçantën që një sy i zakonshëm nuk e dallon. Mjaft foto të Lilo Xhimitikut u shtypën edhe si kartolina, ndonse shpesh ato e te kalonin atë emërtim. Ai ka fotografuar kryesisht me filma, por ndonjëherë në studio, dyqan, ka përdorur edhe teknologjinë me pllaka xhami. Po ashtu, kujtojmë se fotografitë e tij janë bardhë e zi, por edhe në sepje, ndonse jo shpesh. Lilo Xhimitiku ndihmoi me përvojën e tij, rreth viteve 60-70, në hapjen e sektorëve të fotografisë në ndërmarrjet komunale nëpërmjet Lushnje, Fier, Çorovod e Gramsh. Por sidomos duhet theksuar se në vitet 1956-57, ai ndërmori nismën për ngritjen e grupit të fotografëve të vegjël pranë shtëpisë së pionerit të qytetit. Ndër fotot dokumentare, tashmë me vlera shumë të mëdha historike të Xhimitikut, është dhe ajo që titullohet shkurt Berat, 1936. Në atë vit, u zhvendosën për në vendindjet e tyre eshtrat e adetarëve Qerqis Topulli dhe Muço Qulli, të vrarë pabesisht nga shovinist malazez në rrethinat e Shkodrës më 1915. Rrugës prej qytetit verior deri në Gjirokastër dhe Leskovik, kortezhi me arkmortet bëri dhe një ndales në Berat, ku ju rezervua një nderim i merituar në bashki. Populli i qytetit, me homazhet e shumta ndaj 2 dëshmorëve të shqiptarizmës shpërfaqi, përveç frymës adetare dhe civilizimin e tij karakteristik. Çastin e përcjelljes së arkmorteve nga bashkia e ka përngrirë Xhimitiku në fotografinë që shfrytojmë, por edhe në disa foto të tjera, derisa kortezhi doli nga qyteti. Mendojmë se kjo foto flet për atë dashurinë dhe qytetarinë e Beratit, shumë më tepër se mjaft fjalime e deklarata. Studimi dhe analiza e veprës së Xhimitikut bëhet duke shikuar me vëmendje fotografitë që kanë bërritur në ditët tona, që me llogaritje të përafërta përbëjnë vetëm rreth 10% të gjithë krijimtarisë së tij, një numër frikshëm i vogël. Kjo për shkak të 3 fatkeqësive të rënda që kanë pllakosur fondin e tij. Së pari, më 13 shtator 1944, ju doq shtëpia në Goricë bashkë me arkivin. E dyta, në shkurt 1954, stuhia e shkatërroi studion dhe e treta, vëshimet e lumit Osum, më 1962, përmbytën arkivin dhe ateljen, shkatëruan aparatet dhe pajisjet e stampimit, foto dhe letër të papërdorur, kimikate e të tjerë, duke i shkaktuar humbje kolosale të pariparueshme. Gazeta Tema, francezët sjellin Marubin Beratas nga Abedin Kaja dhe Giovanni Shyti 3 korrik 2007. Këtyre duhet u shtohen edhe shumë foto të zhdukura nga vet Lilo Xhimitiku, me persona e ngjarje të papëlqyeshme për regjimin, nga frika se mund të shërbenin si corpus delicti për përsekutim. Shumë foto me karakter politik, si vizita personalitete shtetërore të Lilos, janë botuar vazhdimisht në shtyp, por pa emër autori. Po ashtu, vërejmë se ai ka realizuar edhe mjaft portrete interesante të njohurish në mjediset e tyre familjare, duke përjetësuar në letrën fotografike psikologjinë e tyre. Edhe në këto shkrepje, atij nuk i pëlqejnë kontrastet e forta. Ilia Xhimitiku u mësoi mjeshtërinë e fotografimit edhe 2 djemve të tij, që fotografuan gjatë, por pa arritur nivelin e të atit. 10 vjet pas daljes në pension, Ilia Xhimitiku, fotografi simboli Beratit,
Shuhet në shtëpinë e tij në lagjën Goric në vitin 1977, për cilja plot nderime për në banesën e fundit. Tregoi respektin dhe dashurinë e bashkëqytetarëve për të. Një pjesë e madhe e krijimtarisë së Ilia Xhimitikut, kemi bindjen e plotë se ndodhet në familjet e vjetra beratase, që në një të ardhme jo të largët, mund të mblidhen nga Galeria e Lirë e Qytetit, e cila gjithsesi nuk duhet qortuar për mungesë veprimtarish. Kjo do përbënte një detyrë për të dhënë Ilia Xhimitikut vendin e nderuar që i takon jo vetëm në historinë e Beratit, por edhe në atë të fotografisë shqiptare, dhe vepra e tij do të shfaqej me të gjitha vlerat e saj. Botuar tek revista Klan 26 qershor 2009 dhe Kuvendi, Detroit, USA 14 shtator 2012. Unë jam Alex Nikola, dhe kjo është Bruko Broadcast Radio. Miru djofshim.